Përshëndetje, zonja dhe zotrin, jeni me Televizion 21 dhe është Klik Plus. Sonte, si që paralajmëruam, është me neve zotëriu Skënder Recep Zejdi nga Alternativa. Zoti Zejdi, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm dhe faleminderit për ftesën dhe respekt gjithashtu. Jemi në një kohë kur tashmë mur vesh që po bën një pjesë e qeverisë dhe këtë emision e kemi titulluar Alternativa në qeveri, por për të shpëtuar këtë shtet në eurointegrime apo jo, por do nisim nga jo e hiseve dhe një pyetje shumë direkte, do bëni juve zoti Recepi nën kryetar i Parlamentit Maqedonisë? Nuk e kisha menduar më herët, seriozisht, ajo do diskutohet brenda deputetëve që jemi ne, gjithsesi na takon post nën kryetarit. Nën kryetari i kuvendit, konform rregullorës kuvendit, do jetë në mënyrë proporcionale i zavendësojnë kryetarin e kuvendit, kështu që nëse i bie që interesat alternativës do artikulohen mirë nga udhëheqja çfarë do të qoftë seance, padyshim që nuk do i hikim përgjegjësisë askush. Po thoni që se keni diskutu bashkë me hisën tjetër që keni marrë nga marrëveshja me zotin Zaev? Është diskutuar që do ketë nën kryetar kuvendit Alternativa, por mes deputetëve ne nuk e kemi diskutuar këtë çështje ende. Që keni raportet me zotëriun Afrim Gashi dhe Xhekria Ibrahimin? Seriozisht, nuk kam asë një raport personal jo në rregull, do thotë, një është kryetari i Alternativës, subjektit politik që i takoj unë, tjetër është përgjes për mediat dhe kështu që ne mund të kemi edhe diskutime brenda organeve partijake, por megjithatë, zyrtarisht jashtë ne jemi unik në qëndrimet Alternativës, shkaku që ne duhet ta artikulojmë qëndrimin e Alternativës, pa marrë parasysh bindjet tona personale apo dallime që i kemi gjatë mbledhjeve, sepse të fundja debatet që bëhen gjatë mbledhjeve janë në konstruktivitet të sipër dhe janë gjithmonë në shërbim të një qasje më të mirë politike të Alternativës jashtë subjektit politik. Po pyes me shkas për çështjet tuaja të brendshme, sepse kur ishim herën e fundit bashkë, ju dallonit nga ajo dhe ishit një zë që artikulojnë ndryshe nga 3 kolegët tuaj të Alternativës. Prandaj bësh tani, keni dallime, i keni tejkaluar ato dallime, janë dallime që do shpërfaqen në kuvendin e Alternativës, keni kërku jo apo dikush tjetër nga kryesia. Kuptoni, është një mori çështet për cilat kemi diskutuar do mbetë të shihet, po tani më gjërat përfunduan me qeveri. Dallimet ishin tek lista dhe jeni shumë qartë se bashkë me ju e diskutuam të njëjtën gjë, do thotë. Konsideroj që isha një hap para me bindjen që ne do të duaj artikulimin e nevojave tona për një ndryshim në shoqëri të sistemit politik qeverisës që kanë këto, ta bëjmë konform interesave të Alternativës dhe të qytetarëve, përfshirë qytetarëve shqiptar, dhe në asnjë rast ta përdorim metoda makiaveliste. Unë isha kësaj frime që fillimisht nuk ishte përkraje tek subjekti politik, gati se te shumica, por besoni që dvedishëm jeni që edhe pres konferencia ditës para mocionit të besimit ishte unik, gjithë deputet dolëm ma qëndrim që po ne nuk do lejojmë në listë, jemi me një subjekt politik i cili është anti-shqiptar, anti-Europë, anti-NATO, anti-Kosovë, do thotë ishte shumë simbolike mirë në pres konferencë, pavarësisht disa ditëve të kaluar në që ndodhen. Më spaku është faji Alternativës për listën që në të cilën ishte edhe majta, më spaku, do flasim për listën. Gjithë 4 deputetëve. Po, ma kujtuat ditën e kur kërkesa juaj për shkarkim të qeverisë ishte në kuvend dhe ishin 60 deputet, quorum s'kishte. Ashtu. Dhe zoti Xhaferi doli, kryeparlamentari doli me shkas për të mos ta bërë quorumin. Por tani, a u shpëtoi juve Kastriot Rexhepi, do e bënit edhe juve të njëjtën gjë ashtu, apo jo? Në ditën e votimit? Po, në jetë kam funksionuar me parime, me transparencë plot, me familjen time, me miqt, bashkëpunëtarët politik, po edhe me opinionin. Ju ishit dëshmitar që unë isha këmbgulës që nuk lejoj me një listë jem me të majtën. Po sëshrisht ma pasjevin. Edhe besoni që... Por do rëzdani qeverin me të majtën? Është vërtet? Gjatë vështa elaborojt, dhe thot. Edhe këmbgulja ime do shkon të deri në atë visa që po mos të rishtaj në nshkrimin, ditën e ejte, do shkoja në kuvend dhe nuk do votoja nuk do pranoja të jem në atë listë bashkë ma pasjevin, po falë rrethanave politike u arrit që të bëhet dy kompromise, faktikisht ishte edhe plani B, edhe ai C, ishte B që të bëhet një listë e re,
pa të majtën, plani C ishte që tërhiqet pasjevi, gjë që ndodhi kështu, edhe kjo është forma më e mirë se si mund të vijë deri tek ndryshimi. Ditën e votimit, edhe me një kërkesë që plotësohet kushti për kërkesë mocionin e vot besimit, me 20 deputet është minimumi, edhe po të kishte kërkesë të atij. Po, mocion vot besimi nuk ka 90 ditë nga dita kur kalon. Sakt, me kam fjalën që thatë ju do kishin votu bashkë me të majtëm. Gjithsesi, atë ditë... A do të votonit pyta? Po, atë ditë do thotë në kërkesë, në rastin kur 20 deputet bëjnë kërkesë, në kuadër të atyre 20 deputetëve, mos t'jenë njerëz të cilët e njollosin dinjitetin tim, subjektit tim dhe popullit tim, atë ditë do ketë votim edhe çdo herë gjithmonë subjektet opozitare du t'jenë vit asaj që çdo propozim që vije për të ndryshuar qeverinë, ne du të votojmë për. Bile, po të kishin qenë deputete shumicës, jam i bindur që edhe prej tyre do kishin votuar përzimin e qeverisë. Su ne dalim askende. E mira ishte që nga kërkesa e tërhoqëm, e detyruam, e gjunzuam të majtën Apasjevin që tërheqe në nënshkrimin. Jënë çështje terminologjie, çështja në nënshkrimeve dhe akti. Po du me ju pyeta edhe për diçka tjetër, përveç asaj për cilin e kemi besoj kemi diskutu dhe stërdiskutu. Por juve po thoni edhe sot që jeni gatshëm, apo ishit i gatshëm, ma mirë ta them, që të ardhëni qeverinë. Gjithsesi. Me të majtën, për të bëu çka? Një qeveri me kënd. Do thot, atër po më këthën të arsye mbledhjes në shkrimeve. Jo, nuk po ju kthej që me kuptu qa kishit në plan, po thoni plan A, B, C. Unë e përmenda... Tash çka me bo, qeveria me kënd. E sakt. Me cilë numra? E sakt, këtë pyetje... Pat majtë zbot. Këtë pyetje e kam bëon në ditën kër e mbledhë në shkrimet. Do të këtë pyetje, para se të vije lista e në shkrimet, njëtën pyetje e kam pasë unë kër ishin dëshmitarë 12 deputet, me 2 kryetarë të subjekteve politike. Edhe aq isha këmgullës që ti kemi 2 parime. E para, të pastrot, a është e majta ose jo, dhe mu tha që nuk është e majta, që ishte një zhgënjim i rëndë për mua pas paraqitjes listës ku me njerë pas me jetë qëndëroj njës me cilët unë ku vend jam ballafaqur sa herë me to për çështje ideologjike kombëtare, jo për çështje personale, edhe e para ishte mos tjetë edhe mu tha me garancion të plotë se nuk do jetë e majta në asnjë rast, do jetë LDP-ja dhe ishte e qartë, dhe e dyta që unë kam ngulja, nëse vetë se fillojmë bisedimet për të rëzuar kjo qeveri, kjo shumicë, atëherë hajtë i shofim tulmi të bisedojmë si do jetë ndarja e resoreve. Pse kotë në të rëzojmë një qeveri, që pastaj ne mos të merremi vesh me vëmoron këtë rast, se si do ishte ndarja e resoreve. Përgjigja ishte që jo, njerë do rëzojmë, por pastaj dhe diskutojmë ndarja e resoreve. Gjë që përsëri hasëm në shgënjim, për faktin që ne nënshkruam edhe marrjen e mandatit. Momenti kur e merr mandatin mandatari me automatizëm ai dëshmon që vetëse ka pëlqimin e tjerëve përreth. Qa përsëri do të zhvillojmë bisedime shtesë, konsideroj që ishte një avanturë e keqe politike, gjithë ajo nisëm për rëzimin e qeverisë. Po dhe ju ishit pjesës? E gjithsesi, po ne ishim pjesë vetëm në shkrem, jo nisëm. Kjo është dallimi. Edhe kjo avanturë politike në rast kur nuk ka as plan B, nuk ka as plan C, besoni. Po në ato i keni bu në nënshkrimin. E kam fut në shkrimin. Po e heq një vetën, sikur po heq një përgjithësim për ju është, por është bë falë nënshkrimet juja. Po është shumë e vërtet. Kam dhënë nënshkrimin për një të mirë që zbashku me subjekte politike të theksuara taksativisht, cilat do t'jenë, të arëzojmë qeverinë. Ne nuk ishim nismëtar të asaj. Nismëtar të asaj ishin udhëheqësit e Aleancës dhe të Vëmorosë. Ne vetëm se morëm pjesë në takimin e grupit parlamentar, në të cilën na usqarua arsyeja që do bëhet një shumicë, në të cilën shumicë nuk do jetë e majta, ishte shumë taksativisht e theksuar, edhe në kësi rasti nuk guxojmë ne të luhatim besimin me zveti se ishim grup parlamentar, të cilët kur flas për deputet është një kategori e veçantë dhe sinqerisht mirëbesimi im dhe një raport im i mirë njerëzor me to ka qenë plot 15 muaj sa ishim deri sot. Asë një të metë nuk ishim në raporte ne si deputet. Ishte era e parë që reagojnë nga brenda një muaji qëndrime diametralisht të kundërta. Nga një rrëzim në qeveri, në pjesëmarrje. Po e kuptoni, nata dhe dita nuk janë çështje të cilat shkojnë paralelisht. Absolutisht. Në frymën e De Gaullit që thot për nëse duhet vjen
interesat e shtetit, popullit, shumicës, apo interesat e elektoratit, thot doj sakrifikoj thot interesat e elektoratit për interesat e shumicës. Në frymën e kësaj ishin edhe për elektoratin edhe për shumicën. Nuk ndodhi ajo i nderuar. Nuk ndodhi ajo. Ne e provuam rrëzimin e qeverisë. E provuam me një ngutje pa nevojshme brenda 3 orëve. Po më thoni për herë tretë. Kush shumë gut? U ngutën ato që nisën, po, shumë e qartë. Pethem edhe njerë, udhëhecit aleancës. Kush udhëhecit aleancës? Ato që kanë qenë bisedime. Po dishoni, mbrëm ishte zotin Taravari në këtë studio. Kryetari aleancës. Jo në ta them 20 herë se si kum numëru. Po e kom pyet shumë herë, kush te kush shkoj? A vëmëroja tek juve, apo shku atjo pikërisht tek vëmëroja? Jo në ta them atë vërtet që e di unë. Dhe ju e vërteta ju cila është? E vërteta që e kam thonë edhe herën e fundit, kryetari aleancës me sekretarin e përgjithshëm të saj, kanë shku në zyre tek koordinatori i vëmëros, ku ka qenë edhe kryetari i vëmëros, edhe koordinatori, dhe aty e kanë marrë nisma për mbledhjen e nënshkrimeve, që i bie nisma, bazë informacione që i kam unë nga vëmëroja, nisma ka buru nga aleanca, bashkë me Besën, për të bërë shumicën, dhe vëmëroja është sjell para një akti që duhet ta pranojë në gjë të tillë dhe ka pranuar se është parti opozitare, gjë që edhe ne e pranojmë për dëzimin e qeverisë, kemi ardhur të bëjmë politikë për të ndryshuar çdo segment që ne mendojmë që duhet ndryshuar në kuadër qeverisë. Unë ngut procesin, brenda 3 orëve, edhe sot nuk e kam qartë, kujt ju desht ajo ngutje brenda 3 orëve të kryet gjithçka? Me emocion nuk bëhet politik bërje. Po e dhatë në nënshkrime me zotin Rexhepi, po e keni nënshkru, po sot për shpërfaqni një mos besim në diçka që ka ndodhur kurse ju vetë keni nënshkru. Atë kam thonë edhe ditën kur ditën e parë. Atë kam thonë edhe natën e parë që e kam pa unë paraqitjen e për mbledhjen e nënshkrimeve kush është, se kam pritur të kaloj një muaj. Pas 3 orëve, mbasi u nënshkruam ne, doli foto që kush ka nënshkruar, po kam thonë edhe unë ju. Edhe atë e kam pa unë shumë qartë edhe thash unë në momentin e parë që unë nuk e pranoj këtë nënshkrim. U a thash gjithë deputetëve që ishim aty. E thash publikisht, nuk isha nevojë ta mbajnë vete. E thash publikisht që e tërheqin nënshkrimin për një fakt. Jo se nuk jam për rrëzimin e qeverisë, lesë dhe më bëdi, përkundrazi. Po unë isha më i zëshmi edhe si koordinator dhe si deputet kundër këtij pushtetit. Këtu isha si pushtet kundër këtij pushtetit. Votat i keni marrë dhe kuptoni drejt opinionin këtu. Votat i keni marrë duke sha, duke fy dhe duke kundërshtu me meshë me shpirt BDI-n. Po tani jeni në qeveri me LSDM dhe BDI për to integrimet evropiane. Ne si subjekt politik nuk jemi themeluar për të funksionu kundër BDI-s. A më thëni që s'ka qenë kështu narrative në fushat ju? Narrativi subjekte politike opozitare në fushat gjithmonë do t'jetë për të hasur në birat apo lëshimet e qeverisë dhe pushtetit. Kjo është shumë e qartë. Po arrën jemi dhe në alternativat e juja për atë. Ku që shkosh për zëheri kemi thonë? Po ma shumë po i potencioni atë. Dëgjoni, si cili që është emisionin, thot, a prap kanë me sha BDI-n? Pra po mu sha BDI-a, pra BDI-a ka fajt për humbjen e këti, pra për humbjen e ati, për rezultat zjedhor. Kuptoni, kështu ishte narrative dhe mbrëm me zotin Taravari, sa që dhe unë e i pengova shumë. Ja, e qartë jo, nuk pengon në asë një rast. Detyra ju është ta kryeni detyre në asosisë që kemi si përfasus, po e imi jam, ja përgjigjet ashtu si që e di unë realitetin politik. E vërteta është që subjektet politike opozitare funksionojnë, tërheqin aktivist, antar, votus për krahas, për të bërë ndryshimin kuadër të pushtetit qendror. Asnjë subjekt politik nuk futet në zgjedhje për qenë pjesë e opozitës, asnjëri. Por bëhen për gjetë mundësi për qenë pjesë e opozitës. Megjithatë, aty që shani s'mundeni me shku. Pikërisht, po mos haro. Jo, mos haro që morali është t'jesh pragmatik në funksionimin tënd politik. Nuk flasim për emocione momentale se kush sa e donë nëse urren dikë tjetër. Pragmatizmi politik është për të shfrytzuar hapësirën politike me çka subjekti politik në fjalë ta arsyetoje zhgënjimin deri sot nga një koalicion që ka pasur nga viti 2020 deri tash dhe pastaj tregoi rrugtimin e vet politik më tutje, rrugtimi i alternativës, përveç që është në interes të qytetarëve, të shtetit, gjithsesi është edhe në interes të vet alternativës dhe aktivistëve. Ne u kemi borxh atyre njerëzve, të cilët janë pas nesh që të rrugtojnë politikisht për të treguar dhe për rritur standardin e jetesës tyre. U kemi borxh. Këtu emocion, këtu mund të pëhasim njerëz të cilët do na kritikojnë, do na sulmojnë, nuk e di çfarë, do na quajnë me gjëra të ndryshme. Jo rastisht e citova unë De Gaulin,
i cili thot nëse duhet vendosim mes interesave të përgjithshme dhe aktivizm apo strukturave apo elektoratit, ai thot unë thot do sakrifikoj elektoratin për interesat përgjithshme. Është një politikan që kalon gjurmat mëdha në politikë bëri. Në këtë rast, mund duket që alternativa po e dëmton veten me hyrjen në qeveri, por jam i bindur që as populata dhe as alternativa do ketë paraqitet të humbës me kalimin e kohës, shkaku që me qeverisje ne kemi dëshmuar që dim qeverisim. Ne do dëshmojmë edhe më tutje se dim qeverisim. Ne do dëshmojmë që çdo ministri e marr nga ky pushtet është një lehtësim për shqiptarët në vend. Po, më thanoni që kolegu juaj deputet megjithatë para 2 javë apo sa kohë ishte, ku i patëm agjencion antikorrupsioni, i cili po kërkon me i ngrit për shkelje të detyrës. Du të aboja atë punë agjencioni. Po, po ju thamë. Ne do insistojmë të aboje përsëri. Po, po vishpjo them. Do insistojmë me... se antikorrupsioni, tha. Ashtu është, pajtohëm, ne do insistojmë, jo të nga antikorrupsioni, nga në çdo institucion shtetëror, të ngrije hetimin, ngrise hetimin ndaj çdo individi, pavarësisht ai vjen prej alternativës, vjen prej BD-s, LSDM-s apo të cilës gjoftë parti politike. Unë nuk do të ndalem ti të tregoj të metat e BD-s që i kishte në qeveri deri sot. Unë nuk ndalem ti të tregoj as në kuvend, as jashtë kuvendit, as në debat të metat e LSDM-s që i kishte deri sot në qeverisje. Unë nuk po futem për ta shpërla apo pastruar LSDM-n apo BD-n në qeveri. Ne po futemi për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, shqiptarëve, shtetit, edhe të elektoratit dhe aktivistëve të alternativës. Para se gjithashtu kemi borxh njerëzve. Edhe po folni si opozitar. Po përsëri unë edhe ndaj alternativës do jem opozitar nëse ka të meta pushteti opozitar. Mos harroni që pikrisht këtë e kam bërë unë kur ishim pjesë e pushtetit bashkë me LSDM-n, ku ishte edhe BD-ja. Pjesë e pushtetit bashkë me LSDM-n, ku ishte edhe BD-ja, ishte edhe Alianca. Pjesë e pushtetit bashkë me LSDM-n, ku ishte edhe BD-ja, ishte edhe Besa. Kur ju ndan rrugët me Aliancën për shqiptarët? Kur? Si pas josh është momenti kritik që ndonë? Te unë, flas personalisht, ishte momenti e mashtrimit gjatë nënshkrimit. Te unë personalisht, pavarësisht që kishim një rrugtim. Pas raundit 2, se do? Po, pikrisht, te unë personalisht, a ishte çështje për mu përfundimtare. Edhe po të kishë vazhduar alternativat, këtë bashkëpunim, unë do kisha braktisë atë qëndrim. Do thot, unë do kisha mbrojt... Atë qëndrim apo atë parti? Jo, qëndrim. Unë partijës i mbetëm besnik për faktin që unë nga kjo parti buroj edhe në këtë parti funksionoj edhe në këtë parti do vazhdoj të funksionoj në të ardhmen. Kapaku i gjitha saj ishte mbledhja në nënshkrimit dhe mashtrimit gjatë në procesit të mbledhjes së nënshkrimit. Mirë po, ka pas disa parakushte, paraprakisht. Thojmë me aspektin retrospektiv, 2016 nuk e bë koalicioni mes nesh dhe mes Besës sa atëhershme ku ishim ne dhe Aleancës për hir të kapricove personale që kisha me thonë kush është më i madh dhe më i vogël që edhe faji ishte edhe te Besa, gati se atë sa ishte edhe tek Aleanca, por megjithatë nuk ndodhi ajo. Arsyet ishim për të ardhëzuar një qeveri të korruptuar, një qeveri të korruptuar ku gjithsesi ishte BD-ja aty. Në 2017, po ashtu rrethën e parë nuk ovo për të njëjtat kaprico, që rrethën e dytë pastaj për çështje lokale u bën një marrëveshje matematike, u bën një marrëveshje që të vijnë 2020 me një single të fuqishëm, po bashkohet opozita, ku interesat partijake duhet lënë anësh, megjithatë mbas përfundimit të procesit kishte një lloj zhgënjimi tek aktivistë alternativës. Se ishin të lënë në raport 2001 me deputetë dhe ishte vërtet një zhgënjim, por u amortizua në organet partijake. A më përfajnë aktivistëve se ishte ajo? Jo, në asnjë rast. Ishte përfajnë komisione që u diskutu, më bërën falë bisedime, marrëveshje. Mes dy palëve, mes ju është si alternativë në Aliancës. Po këtu duhet të dytë me qenë atë sa ti e kërkus, unë du t'jem toleruz dhe kundërta. U amortizua kjo çështje. U amortizua për faktin që realisht de facto ne fituam, de jure ne morën fitoren, me kalimin e kohës u prit që në zgjedhjet lokale do reflektonte, në këtë rast subjekti që ka më shumë deputet, do reflektonte me një tolerancë më të mirë. Një si në zgjedhore 1 dhe 2, kemi dalë me kandidat për kryetar komune të barabartë, 3 alternativa, 3 alianca. Në si në zgjedhore 5 dhe 6, plot me 0. Asë një kandidat vete nuk ishte alternativa. Si pjesë e koalicionit, në përjashtim Dollnenit, ku nuk e pranum si koalicion, dolëm si alternativë. Pas ka qenë si një kompleks inferioritetin në raport të alternativës me Aliancën për Shqiptarët? Tek aktivist kjo u shfaq, edhe u shfaq zhgënjimi, u shfaq demoralizimi, u shfaq demotivimi. Edhe kjo ishte një prej arsyeve Pse pra kur i mblodhe 61 nënshkrime, u ndatë?
Jo, do veç ta përfundoj si elaborim, nëse më lejon, do thotë, me faktin që ndodhi ky zhgënjim me një ndarje kaq thellë, ku njësia zgjedhore 5 dhe 6, alternativa nuk përfaqësohet me asnjë kandidat në nivel komunal, edhe atëherë ky zhgënjim filloi rritet deri në atë masë që njerëzit u ndalin dhe pyetnin hipotetikisht. Kjo ishte edhe arsyeja edhe gjatë nënshkrimeve dhe pas mbledhjes nënshkrimeve. Hipotetikisht, nëse shkohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, mbas një ramje kaq të madhe nga e para deri në fund vallë, sa deputet do i takonin nga ky koalicion alternativës. Edhe kjo është një për arsyeve që unë mendoj politikisht, edhe unë mundohem që atë mendim të përcjell edhe tjerëve, edhe e fundit ishte përmbyllje, kapaku gjithë kësajt ishte ku për 100 metre qarkullim nga zyrja e VMRO-s deri tek zyra e alternativës, zyra e koalicionit, grupit parlamentar në kuvend, të ndryshoje qëndrimi që e majta të bëhet LDP në paraqitet. Kush e ndryshoi? Edhe e ndryshoi kryetari i Aleancës, shumë ishte thjesht, ai na prezantoi. Ai na prezantoi atë, ishim 12 deputet. Ishin 12 deputet dhe për mua ishte injoruese që pastaj njëjta gjë të mohohet që kështu ka ndodhur. Unë e thash edhe atëherë, unë absolutisht asnjë tmet, asnjë problem nuk kam në raport me askënd në Aleancë. Thjesht si shikon njerëzit tu apo deputetët tu në sy kur e din që ato i ke mashtruar. Për mua ishte kjo thelpsore, se megjithatë duhet të ketë një zellëk edhe në politikë. Edhe unë këtë e kam përcjellë në organet partijake, unë nuk vazhdoj më tutje. Një person i cili me plot vetdije quhen se gënjen, ky edhe është i kapur, kështu më akuzoj atëherë, e dini shumë mirë ju ingjizimin, edhe është i kapur, ka hallin e vet, një person i tillë nuk mund të vazhdoj rrugtim politik më bashkë. Le të vazhdoj cili dojë, unë atëherë këtu e thash, unë nuk e ndjej veten më koordinator, dhe vetëm pritja çështjen e procesit vazhdoi që unë tërhiqem nga ai post. Nuk ishte ndonjë privilegj për mua. Thonë e keni analizuar, e keni pa që nëse jeni zgjedhje, s'mund menit një të numër. E keni pa që po sillet partneri juaj i koalicionit si një çështje nuk e përmenda plus mes dy rrethave. Që ishte mjaft simptomatike, mjaft e rëndë, edhe si njerëz, edhe ideologjikisht, edhe si pjesë e koalicionit që dikush shkojë sekretari i përgjithshëm i Aleancës me sekretarin i përgjithshëm i subjektit politik, të bëjë takim pa dijen e partnerit koalicionit, dalin nga ai takim dhe njëri thotë kem pi kafe, tjetri thotë kem hangë drek, edhe kështu kjo ishte atë simptomatike saqë besoni që strukturat e alternativës gjithë durimi ju humbi. Edhe në këtë frim, duke mos dash ta ofendojmë askënd, strukturat një zërit ishin i ndajmë ne përgjegjësitë tona këto, që pastaj të vendosim për rrugtimin politik edhe të alternativës, po të vendosim për dimenzionet e intereseve bashkëqytetare këtu që kemi në përgjithësi, edhe kjo ishte mjaft primare për të vendosur ne të jemi ose jo. Me thënë krejt kjo si rrjedhoi nga mbledhja në nënshkrime, 6 nënshkrime për përzimin e qeverisë, keni shkuar në retrospektiv. Dhe jo më shkuar në retrospektiv për më tregu kit hapat dhe si keni hapur bashkë. Dhe triën. Një më thëni se rezultatët zgjedhore të zgjedhjeve të eventuale të parakoshme do të ishin të këqija. Disfavor për alternativën. Supremacia ose kompleksi inferioritetit i juaj në raport. Jo, supremacia se ne s'kishim kompleks. Ne s'kishim kompleks. Ashtu ma shpjegut në po. Ishte realitet ajo. Tash, Shkurt e Shqip ju pas ka shpëtu hyrja në qeveri. Shkurt e Shqip, ne kemi shpëtu me momentin kur si alternativ emi ndalë të mendojmë për interesat qytetarëve dhe të alternativës. Politikisht, sa ma tha që shpëtuat, si subjekt, sepse po të shkonit, nuk është veç me mira e qytetarëve, përgjithme që e qëmaj kërë thëni. Po, në asë një rast nuk e mohoj. Dushme analizu që ka e tha, do shpëtoj alternativa me hyrën qeveri. Kjo është analizë reali dhe nuk e mohoj. Ne jemi të vetëdijshëm me matematika që ndodhen gjatë gjithë këtij procesit. Jemi shumë të vetëdijshëm. Ishim të vetëdijshëm që me një qasje supremacionit, që jo inferioritetit, që asë njerës kemi pas nevojë të paraqitemi me inferioritet ndaj askujt. Po keni pritë në zgjedhjet lokale, do të keni më shumë komuna, sepse po lokishit zero kandidat, vete tha. Pikrisht, po, plotësisht, po, Fatmir. Unë këtë e kam thonë edhe në kuadër, kur jemi takuar si deputet bashkarisht, edhe kam thonë që shumë real, nuk i duhet, po, ajo ishte procesi krym, në momentin që ka përfundu procesi i ndarjes, nuk i duhet Aleancës një partner cilin do të adopsojnë në çdo cikël zgjedhor. Nuk fitohet kështu BDI-ja. Aleancës i duhet një partner që duhet i fuqishëm, edhe do fuqizoje... Po, jo duke u fuqizuar, po flasim tash si opozit.
Pjesën tjetër do e diskutojmë. Okej. Duke u fuqizuar alternativa edhe në Tetov, Bogovin, duke dhënë mundësi kandidat vetën nxjerrën Bogovin alternativa, duke mundësuar kandidat të nxjerrë vetën të ketë alternativa një si zgjedhojnë numër 5. Ama tërë, cila është poenta dy e subjekte politike të keni një fuqishme, koalicion po opozitar shqiptar, nëse po lypni edhe ju dhe ata me pas kandidat në Bogovin. Jo bashkarisht, jo, në asnjë rast. Që kur Bogovinën e kishin kryetarin e kanë pasur edhe kanë përfundu zgjedhjet, Fatmir. Po, e di. Momentin që përfundon cikli i 4 vjeçar, cikli zgjedhor, gjithçka fillon nga zero. Edhe kjo ishte gabim i rënd, fillojsh ti me 3 komuna. Pse s'keni folë, Zotit Janë folë, pse s'keni folë publikisht me thonë, po na hin hak alianca për shqiptarët. Po ju dëgjojmë sot, pasi u kryen këto procese. Janë folë këto i ndërruar. Folë në rrethin e juaj. Po t'ishte folë proceset para zgjedhjeve, do ishim dëmtu procesin zgjedhor në gjithkund, e di shumë mirë ti që ne zguxonim në asnjë rast ta determinojmë procesin zgjedhor drejt humbjes edhe më të thellë. Për atë arsye ne, qëllimi ynë ishte brenda subjekteve politike, kemi diskutuar këto gjëra, këtë pakënaqësi e kemi theksuar në brenda subjekteve politike, gjithë nga kryesia e ngushtë deri te organi më gjanë kuvend, deri te deg dhe nëndeg. E kemi diskutuar këtë, por është dashur presim për mbylljen e procesit zgjedhor, që pastaj ne të vendosim për rrugtimin ton politik. Lidhje s'ka pas të qenurit në qeveri ose jo. Fare nuk ka pas lidhje me vendimin ton për të vazhduar një rrugtim politik veçma si alternativë, sepse strukturat tona ishin të stërlodhura me qenurit indiferent ndaj funksionimit të përbashkët. Për atë arsye, ne si organe partijake pritim përfundimin e zgjedhjeve, të ulemi, të diskutojmë edhe bashkarisht ndahen këto çështje. Faj i nismëtarit për zimin e qeverisë ishte që kjo mos ndodhe, po të ndodhe një lojë gjithçka tjetër, me qka atëherë ndryshojnë edhe regullat e lojës. Qysh undat me aliancën për shqiptarët? Kush ken e tratoj, kush ken e poshtroj, kush ken e përulli? Marrëveshjen që kemi ne, marrëveshja ka qenë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kështu figuron aty. Jo edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Do thotë, po të kishim pas marrëveshje, do jemi në koalicion edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të kuptojmë. Ky koalicion vlen deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Po vetëm ju po interpretoni ndryshe, alianca për shqiptarët ndryshe. E drejtë e tyre është ta interpretojnë, nuk përzimin e si do interpretojnë ato. Kuptoni, publikisht po dalin dy të vërteta. Pikërisht. A një dokument është? Pikërisht. Një dokument është me dy të vërteta. Shumë e saktë. Do thotë unë po flas mirë kjo në opinion. Po tash gjatë procesit të ndarjes dy pjesëve të koalicionit, gjithsesi që çdo herë do kërkohet faj tek pala tjetër. Gjithmonë është kjo është rregull edhe në jetën private, edhe në jetën politike, edhe në jetën publike. Megjithatë, unë nuk po duhet kërkoj faj askund. Nuk po kërkoj faj as të alianca, po duhet them që alternativa vendosi që rrugtimin politik ta bëjë në interes të aktivistëve të vetë, të strukturave të veta, të atyre të cilët kanë nejtë besnik që nga fillimi deri sot, me çdo mirëkuptim për gjithë këtë bashkëpunim që kemi pas me aliancën deri sot, me çdo respekt për gjithë këtë rrugtim si deputet që kemi funksionuar në bashkarisht, por ka koha që alternativat vendose vetë rrugtimin politik deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në moment që ju po thoni publikisht që ju megjithatë shkelët marrëveshjen i pari. Jo, atë që ishte marrëveshja. Atë që ishte marrëveshja. Atë që ishte marrëveshja. Do të marrëveshja ishte, po ta sqaroj, do taksativisht e merrni marrëveshjen thotë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, jo edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kështu që sipas nesh, marrëveshja ishte zgjedhjet e para parlamentare dhe lokale. Po që si kemi një harmoni të mirë, ku edhe ne si alternativë promovojmë vlerat tona dhe figurat tona në pushtetin lokal, gjithsesi do kishim luftuar dhe munduar që edhe më tutje të vazhdojmë. Por tash, deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, alternativa gjendet pozicion të vendose si do veprojë më tutje. Jepet rasti që Maqedonia e Veriut të jepet mundësia të jetë pjesë e BE-s, si mundësi hipotetike dhe teorike ekziston gjithmonë. A besoni 14 dhjetorit juve 15? Jam pak pesimist për faktin e qëndrimit që ndëgjohen çfarë kanë udhëheqësit e Bullgarisë, po megjithatë unë jam optimist se duhet ky rrugtim do e mos vazhdojë. Pika e dytë që është shumë e rëndësishme kësaj marrëveshje,
Ti e din shumë mirë edhe këtu në emision, edhe në debate, edhe në protesta, edhe në kuvend personalisht, kam qenë më i zëshmi sa përket rastëve të montuara politike. Dhe ai kam qenë që ja kam adresuar kryeministrit para gjithve rastet e montuara politike. Ama si doja bëni kur s'arritet për ta bërë deri po lëndohen shumë njerëz nga kjo që po eksploatohet publikisht dhe politikisht dhimbja e tyre pse kur pushteti s'ka reagu për atë punë. Zoti Zaja verë në pushtet me përgjimet të cilat është se do e vëj drejtësi në vend. Ajo gjë nuk u bë në dy qeverit e ti. Tani Zajev 3 apo Kovacevski 1 për emën pak o rëndësi se njëti subjekt politik është. Interes nuk kanë shfaq. Nuk kanë shfaq. Ju dini ma mirë se une. Po e qaktësh. Ta që të bëni juve si alternativ që këto të qëtë një dritë tyne? Edhe mësë me përdorë publikisht, po me punu, mi kry ato punë. Po ju ishte pjesë e marrveshës, për në ishte thelpsore të këtë dokument shkrum. Ju i besoni sistemi drejtësisë Maqedoni? Hiq fare. Po e qysh pra atëre po thoni publikisht do i zgjidhë. Po pikrisht për atë po kërkojmë hetim ndërkombëtar, se po të kishim besuar institucioneve juridike. Nuk është e re. Është ndërrum, do e shefsh. Është e re kjo që Ledvin hetuesit ndërkombëtar, zoti Zaja vetë ka kërkuar Po s'kan ardhur, nuk kanë ardhur, du të vinë. Ne du të insistojmë të vinë, a e kuptojnë momentin që bëhet kërkesa dhe ekziston mundësia mos të vinë, ne do e luftojmë dhe do jemi ata që do e luftojmë një qëndrim në tillë, karqe subjekte bashkarisht në qeveri, do kërkojmë opcion tjetër, që mos ta bojmë me ligj, mos ta bojmë me një dokument me cilin ne do të duhet. Më thoni. Po, plan është tjetër çka, pse se bëjmë, mund ta bëjmë, do të bëhet. Kjo është shumë e dëshirueshme. Kur të keni plan, neve mund ta lexojmë, analizojmë secili qytetar. Ashtu e kemi me plan, është e pjesë e programit. programit. Na japni të shohim ç'është do bëni. Do i drejtoni këtë institucionin ndërkombëtar, këta ekspertë do i drejtojmë BE-s, do thot plani është marrëveshja e programore mes nesh dhe qeverisë, është që në kohë sa më të shkurtër do i drejtohemi organeve institucione të BE-s, jo institucioneve tjera, që të hartojnë një grup ekspertësh nga lëmia juridike që të hetojnë rastet e montuara politike. Ne do i theksojmë si qeveri cilat janë ato raste. Do njëherë Bashkimi Evropian që ju e keni hulur? Po do kërkojmë ta bëjë një emision nëse s'ka. Po thëmë, nëse keni pas seriozisht do shihni, do jepni shembullin kështu. Si pat mision për rastin e Tetovës, për rastin e Tetovës spitalit modular, si pat mundësi që të vinë ekspert nga Gjermania, ta hetojnë atë rast. Të një shteti, jo të Bashkimit Evropian. Jo si bashkimit, do letë mlidhen 3-4 shtete, sa të ne u drejtohemi Francës, Gjermanisë, shteteve Austrisë të kanë fuqi në Bashkimin Evropian. Unë nuk pres që Polonia për Bullgaria të na dërgoje hetues në ndërkombëtar, po të na dërgojnë institucionet relevante në të cilët demokracia dhe drejtësia është faktori rëndësishëm. Ne do luftojmë për marketing politike që mundohemi, po, gjithsesi, do mundohemi, ju keni qenë dëshmitar që unë në kuvend edhe kam blokuar kuvend për rastet e montuara politike. Edhe nuk kam munguar në asnjë protest, as para se të jem pjesë politikës, dhe vetëm me kuvendin të dy tema ndryshme. Përsëri në kuvend unë do ngriz zonin për të njëjtën çështje. Ju në dëshmitar është emisioni publik. Edhe përsëri do e bëj këtë punë ndërum. Do thotë sepse ja o kemi borxh njerëzve. Edhe kur them borxh njerëzve, jo vetëm palës shqiptare që janë shkelur politikisht, po ka dhe të Maqedonisë ka kësi raste. S'ka gjë më të keqe se kur njerëzit, politikanët, jo njerëzit, luajnë me shpresën e njerëzve. Shumë e saktë. Po s'kan argument tjetër, s'kan rrugdalje tjetër. 18 vjetë diko shukon bërë, 18 o fështirë me thonë jam e përjetu burgën. është shumë e dhimshme. Pra ndaj po thëmë, të mos eksploatuar vetë të bëni planin e hetojnë. Gjithë jemi antar, jemi familjarë dhe dim se në qëfar ndjeni janë njerëzit të cilët janë në burg, po çfarë ndjeni janë familjarët e tyre. Edhe për atë arsye, pushtetit apo shtetit Maqedonisë së Veriut nuk i kushton fare, as 1, 2, 3, 5, sa do që të ketë nevoj komisione hetuese ndërkombëtare, koston le ta pagujnë se dhe ashtu njerëzit janë në burg. Për spaku t'i zbardhim rastet që nëse hetuesit ndërkombëtar shofin që dëshmit, argumentet janë në rregull dhe atëherë, ne, a që shfuqia jonë? Me rëndësi t'i sjellim është ato. Do e shohim me shpresë se zgjidhni, jo vetëm një vendimet të cilat duhet mu zgjidh një tim, por do e zgjidhni. Zoti Taravari mbrëm e përmendi që si alternativi keni qu se lama opozitës që mblidhni 57 nënshkrime dhe 4 deputetët tonë vinë dhe rrëzojmë qeverinë. Vlen ende kjo? Në esencë vendosin organet partijake
Ju kujtohet ishte zoti e kam qartë. Mortezani, nëse se kom gabim, apo kush do tjetër që ka qenë për jo, që pa të vetë status. U di se kom pas në lajme. Ju kujtohet kjo? Vlen kjo? Se e përmendim Romën e thash, mos pa hiri ka vle, ju kam son të... Asnjë oferte, unë nuk kam ndjeni që ka pas asnjë oferte karshi opozitës, unë nuk kam ndjeni, sinqerisht flas nuk kam ndjeni tillë, por në rast se fillojmë proceset e ngritjes standardeve apo ndryshimit qoftë në pavarësisht digastere ku kemi ne, edhe tashti t'i ndërpresh ato procese për një matematik tjetër, nuk e di sa quhet kjo demokratike dhe logjike, nuk e kam qartë. Në frymën e çkajt, unë po them nuk e di kush e ka thonë dhe nuk e kam qartë, në frymën e çkajt thuhet kështu. Pse do duheshte ne të bëjmë një shumicë për të arzuar veten? Atë nuk e kuptoj unë. Seriozisht, flas me terma demokratike. Kjo ka ndodhur, nëse zgabojmë, mos më zini për fjalë. Mund të ketë gjatë fjalëve derisa ishte procesi bashkërisht. Para 10 ditë ndoshta se nuk e mbaj me mbamendje. S'po di sakt datën, andaj s'po du me citu gabimisht. Ishte zoti Zeqiri tha që kjo, edhe pastaj si kundër përgjigje nga alternativë ishte, bledhni ju 57 nënshkrime. A ishte proces ku ende s'kishim fillu në t'jemi pjesë e qeverisë. Po atë po pësëna, a vlen ky parim? Po nëse ka thonë dikush, unë përsëri e them nuk jam ndjeni që është thonë, nëse ka thonë dikush, ajo ka vlet deri në momenti kur ne nënshkrujmë marrëveshje bashkë me qeverinë. Në momenti që nënshkrujmë marrëveshje bashkë me qeverinë, do jetë as demokratike, as njerëzore, as një logjik që ne ta presim drunin apo degën ku jemi ul vetë. Ku jeni ul vetë. Do thotë nuk do të kishte logjik në asnjë rast. Rrugës për Bashkimin Evropian më mirë me LSDM në BDI, ju doli se sa me vëmëron Besën dhe Levicën, sepse të tjera numra s'kishte. Do thotë une, a thash jam pragmatik, edhe do flas nga fushja pragmatizmit. Rrëzimi i qeverisë, pa një opcion se si do bëhet ndarje pushtetit, dhe pa një zgjidhje sa do zgjate ki pushtet, ishte shumë simptomatik, edhe pse në u bëm pjesa asaj shumicës, po kalkuloj qoftë nëse nuk është e majta, ishte shumë simptomatike për faktin që insistimi me çdo kushti tjerë ishte që shkohet në zgjedhje në afat sa më të shkurt. Pas një procesi që ne e folëm dhimbshëm, ku koalicioni, alianca dhe alternativa pësoj një humbje mbi 35% të votave nga 2020-2021, çdo shkuarje në zgjedhje më tutje do të ishte e kopshme për të dy subjektet politike. Prandaj, konsideroj që fillimisht si subjekte politike nuk keshim as një interes të shkohet në zgjedhjet parakoshme në një afat sa më të shkurt, por kishim interes që të kemi një qeveri stabile, qoftë edhe me vëmëron, nuk kemi asë gjo kundër, derisa vëmëroja do ndryshoje zhargonin e saj, edhe karshi BE-s, edhe karshi NATO-s, edhe karshi shqiptarve që i kishte deri në të kaluarën. Në momentin kur vëmëroja do filloje t'ingloje, Një sekund, ju kishtë bashkëpunim, jo koalicion, për me qenë korekt politikisht, kishtë bashkëpunim në zgjedhjet lokale. E vërtet është. Atëre, tash po më thoni që për pushtet qendror është tjetër vëmëro, për pushtet lokal tjetër vëmëro? Jo, në asnjë rast, nëse është e njëjta vëmëro. Është e njëjta vëmëro, unë po flas për zhargonin e bashkëqeverisës më tutje. Ose ka zhargon që po jam veshni ose nuk e ka? Edhe e njëjta do kishte vle edhe në pushtet lokal, i nderuar. Do thot, e njëjta do kishte vle. A e ka atë zhargon? Do thot, e njëjta do të kishte vle. Ne kemi bë bashkëpunim që po të më pyç mu personalisht çfarë qëndrimi kanë pas në organet partijake, do jetë komplet diametralisht e kundër brasë çka ka ndodhur, por ajo mbetet në organet partijake. Ne kishim qëndrim të shfrytëzojmë votat e vëmëros për të fituar komunat ku jemi ne. A vetë ta elaboroj, do thot. Jo. Do thot, jo për tjetër nivel lokal, tjetër qendror. Komplet i njëjtësh. Për juve çka paraqet vëmëroja? Një parti që ecë drejt integrimi evropian apo jo? Në zgjedhje lokale ishte një subjekt politik i cili do të na ndihmojnë komunat ku ne do të garojmë. Do të në bashkëqeverisje. Do kish po dëgjoj. Na dëgjoma një pyetje. Kjo vëmëro, sipas jush, e çon shtetin në drejt bashkimit evropian apo jo? Mbas deklaratave publike deri tash nga kryetari i saj, besojmë që edhe ajo vëmëro do mund ta çonte shtetin drejt BE-s. Domethënë s'keni asnjë dilemë që kjo vëmëro. Jo, pikërisht. Asnjë dilemë se keni. Nuk e thash që kam dilemë, thash vetëm se disa kushte i përmenda që ato do duhet edhe një herë ta ripotenconin
para marrëveshjes së re për një qeverisje të ardhshme, ku duhet të jetë pjesë e programit, ta tregojnë qëndrimin për emrin, ta tregojnë qëndrimin për BE-n, ta tregojnë qëndrimin për raportet ndërfqinësore, ta tregojnë qëndrimin për raportet me shqiptarët, për përdorimin e gjuhës shqipe. Kjo duhet të jetë pjesë e një programi. Keni bo marrëveshje me ta, zoti Rexhepi, si keni kërku? Do thotë, ajo s'ka qenë në pushtet lokale, ajo s'ka pas të bojë. S'ka lidhë është e njëjta parti. Pushteti lokal ka qenë një interes. Si keni kërku këto kër keni publikisht të morë vesh krejt? Ne në qajrë nuk kemi pas nevoj, nuk kemi pasur nevoj për një bakt qeverisje me vëmëron në qajrë, pasi që ne do ishim ato, po ta kishim fituar hipotetikisht, ne do të qeverisnim me qajirin. Dhe pastaj ne do të diktonim tempon e politikë bërjes në kuadër komunës qajirit, qoftë bashkë edhe me këshilltarët e vëmëros. Njëta gjë do vlente edhe për Gostivarin, njëta gjë do vlente edhe për Strugën eventualisht, edhe për Dibrën. Por pa i sharu këto kushtet që për nivel qëndror thoni se do i bënin. Janë proces që edhe ato do bisedonin. Është e njëjta parti. Diskursi saj nuk dallon as në qendër, as në komuna. Jo po atë vetë, diskutum atë notë, në probishtip, u shku në votuan e jekën Republika e Macedonisë së Veriut. Ata se kanë bo kryen vetis, po e kanë bo se janë vëmëro. Marrëveshja para zgjedhore, për zgjedhje... Ose i shihni si shtet që qanë shtetin, për para nuk i kthen kitë ato që i ka bo shteti si sakrificat veta, me këtë qeveri, me ndryshimin e emnit, dhe me pajtimin me Greqin, tani me pajtimin që pritet mua vitë me Bugarin. Dhe që njën dy tema shumë esenciale të cilat nuk dalojnë, nivel lokal që nuk dalojnë. Keni lidhë në nivel lokal marrëveshje me vëmëron, s'ju kam pengu as keni pas kushte, qëfar do ka, qëfar do që paraqet vëmëroja. Do thot marrëveshja... Po nivel qëndruj, po thoni, po do e bënim. Marrëveshja nivel lokal me vëmëron nuk ishte koalicion, ishte në marrëveshje për përkrahje në komunat e përbashkëta. E njëjta vëmërosht. Marrëveshja ishte për të pa njëri tjetërin si fuqi votuese, pasi që ndodhe një koalicion LSDM-BDI, edhe pastaj ishte marrëveshja që si fuqi votuese për funksionimin e apo marrën e komunave. Aja pa të hajri një marrëveshjes me vëmëron? Unë e kam thënë edhe publikisht jo. Unë e kam thënë publikisht jo. Shqiptarët... Do të Taravarit tha po mërëm? Po mire ka fitu Gostivarin, e të është ja ka pa hajri me një hapsirë. Unë po flasë në nivel të Macedonisë, me faktin që në humbëm 35% telefuqisë elektorale mërënda një viti, edhe marrëveshja me vëmëron gjithësi duhet të tjetë e fajnë. Se po ma përnojnë për jetë 35%. Po, jo dhe 50 herë do e themit një të njësë është realitetja. 27.000 votë është dalimi. Vëmëroja ka fajna? Jo, në asë një rast. E ka fajnë fakti që ne nuk kemi bo anket para praket a shofë me sa është e kapsh me vëmëroja për shqiptarët. Kush është emri dhe mbi emri? Koalicioni flasun. Koalicioni, alianca dhe alternativa. Nuk kanë pas anket para prake për të pa gatishmërinë e shqiptarëve për të pranuar qenurit bashkë, qofte si bashkëpunim me një subjekt politik. Koalicioni nuk është individ, koalicioni ka organet e veta, ka kryetarët e vetë, ka komisionet me cilët është bisedu, do të kanë organet e cilët duhet dhe mos të asqarojnë pse s'kishte një anket gjashme, kishte edhe BDI-ja, kishte edhe LSDM-ja, e kishte edhe vëmëroja, edhe unë kisha pat njëtët, edhe kështu që ne nuk kishim një anket tilë për ta pas se është e gatshme. Çmimin e pagume, faktin që... Nësë keni paraqit para mendja kur për analize të rezultatit të zgjedhjeve, përveç se keni përmend humbje. Mbledhja për të treguar ato të dhënat, po do ketë edhe ajo, sigurisht. Do të regohet edhe analizat detajuar, që unë erën e fundit kam kërkuar që kjo analizë edhe bashkëdyzot, edhe me aliancën, pavarësisht që në ndoshta edhe i ndajmë rrugët, i kemi ndarë rrugët, por u deshke që spaku tulen dy subjektet politike, nivel komisionesh, ta bëjnë një raport përbashkët. Nëse jo për ne, ta bëjnë për historinë, për të ardhmen, që shifet ku gabuam dhe ku e arritëm qëllimin gjatë këtij koalicioni, që nëse vjen deri tek koalicion eventuale në të ardhmen, mos të bëjnë njëjtin gabim që kemi bërë ne. Tani, a jeni të kënaqur me kur po e themi hise, ndonjëherë po na zon për të madhe, po hisedar, domethënë një hisedar, një proces është hise, nuk ka për të keq. Ashtu thuhet. A jeni të kënaqur me hisen që morët që keni në qeveri? Po, unë personalisht e parë jam i kënaqur me programin Quarit. Në përveç për hise? Po, do vi. Për program pasaj? Gjithsesi, do të ajun për shkoj për program e folën prapë. Do të në programin isha i kënaqur, por mu ishte personalisht flas, se unë jam dhe mbetëm deputet. Do të po personalisht është shumë e rëndësishme që në atë program përfshihet edhe pika për rastet e montuara. Në asnjë rast nuk e kam imagjinuar që duhet publikohet atë përfitohet, jo në asnjë politikisht. Kam dashur që të jetë pjesë e saj. Programi u realizua edhe gjatë bisedimeve me Hisen, besoj që
është e kënaqshme që alternativa zgjedhë persona të duhur në pozita të duhura dhe alternativa të arije, edhe të rrugtoje politikisht ndryshimin e vendit në pjesën ku ne do kemi përgjegjësinë dhe të njëjtën kohë alternativa edhe të arije të artikuloje kërkesat e strukturave dhe njerëzit që janë të aftë që atë zë të ideologjisë politike të alternativës ta jetësojnë me bartjen e funksioneve të ndryshme. Unë besoj që e ka këtë kapacitet alternativa, mbetet me kalimin e kohës shifet se si do bëhet përzgjedhja e njerëzve, si do të bëhen këtë proces. Ajo është shumë e rëndësishme. Nuk është bë, do thotë. Keni afat kur do e bëni publik? Do bëhet, bashkarisht do bëhet. Do thotë ne do insistojmë që kuadrot e drejtori dhe posteve tjera të ndodhin gati si gjitha para zgjedhjes së qeverisë së re, do të spaku që mos ndodhet kemi lëshime që i kishim edhe gjatë qeverisjes 2018-2020, që ishte ajo atëherë kur ne humbëm me faktin që krahas asaj që kishim një marrëveshje për drejtori, deri kur e braktisëm në qeverinë, kishte drejtori të pamarruna. Edhe atë çështje nuk duam të përsëritet, sepse kështu do humbim edhe politikisht, edhe si njerëz, po edhe si dinjitet e ideologjisë politike që kemi ne, prandaj do insistojmë që gati se gjitha drejtoritë pozita të merren para zgjedhjes qeverisë, që rasti ndryshimit qeverisë së re na gjeje vetëm me ministra dhe zëvendës ministra të ri. A do të kishit marrë më shumë hise me VMRO? Nëse shifet nga konstelacioni i 3 subjekteve politike që do ishin aty, Alianca, Besa, Alternativa, sa e përket programit nuk për diskutoj, besoj që edhe atje do kish kalu. Te hisja sigurisht tek marrëveshja ndajra nuk do të kish pas Alternativa më shumë, se sa që ka po. Se sa që ka marrë tash? Se sa që ka tash. E bazoni në ndonjë do thot e bazojmë muhabet eventual që është bo, po si keni ndo, nuk ka pas se ma thatë ma herët, po ne dojmë marri kaq ministri, ju i merë një kaq, ne kaq që shindojmë. Nuk ka pas as një biset e tilë, po thjesht flasun ma të intuitën politike që kisha mund të imaginoj se si do ishte në kampin shqiptar, se flasë në kampin Macedonas, kampin shqiptar si do bëjtë një ndarje e tilë, besoni që vështirë Alternativa do kish pas hise më tepër atje. Më tepër atje. Pa, shumë vështirë. Shumë interesant kjo. Nejse, e diskutum pak po, me gjithatë si në aspektin personal, a vazhdoni të mendoni që kjo qeveri, kjo binom, lëse dhe me BDI duhet bie? Unë vazhdoj të them që, po vazhdoj shumë e sakt. Unë e kam thonë do vazhdoj të them, gjithat metat, gabimet që i ka bo, LSDM-ja dhe BDI-ja, gjatë qeverisës tyre, unë do i përsëris në çdo lloj debati që t'jem. Unë nuk mund tash të them që momentin që ne jemi në qeveri, arsimi shqip është nivel të lartë. Unë nuk mund të them që ne jemi në qeveri, tash shqiptar do zhvillale shpërngulia, ose shëndetësi kemi më të mirë, ose korrupsioni, tash u ndryshua korrupsioni se në ban pjesë e qeverisë. Gjitha këto parametra vazhdojnë të mbeten derisa nuk ndryshohen. Edhe po që se zyrtarët alternativës, nesër do ishin pjesë do një efekti korruptiv atje, do duhet edhe ato të denoncohen dhe të merret masa ndaj tyre. A vazhdoni me mendoj që Unë vazhdoj të mendoj që deri sot koalicioni ka plot gabime, koalicioni deri tanishëm, edhe nëse ato nuk ndryshohen, unë të vazhdoj të jemi zëshëm që ato o të kërkohet të ndryshohen, o gjendet opcion tjetër politik. Shumë interesant. Si e paramendoni atëre që politikisht ta luftoni BDI nga brenda qeveria? Me faktin që ne marim një ministri BDI-s, me faktin që ne marim drejtori edhe BDI-s, edhe me faktin që kjo ministri do të dëshmoje që funksionimin do e ketë me një mënyrë shumë më profesionale, shumë më tepër interes qytetarëve, me një krijimin e një letër njoftimit. Si ministri flas vetëm që i marim, apo drejtori të BDI-s, të krijohet një letër njoftimi i cili do ishte për një kohë më të shkurtë shumë më e mirë se letër njoftimit që kanë mund ato ta krijojnë kohë gjatë. Do të dëshmojmë se figurat e alternativës në institucione që do udhëhiqen, do të dallojnë jo vetëm nga LSDM-ja, do të dallojnë edhe vetëm nga BDI-ja, do të dallojnë edhe nga LSDM-ja. Domethënë do luftoni me njerëz të cilët i shtini brenda që me punë. Do luftojmë me punë, do luftojmë me realizim të projekteve, do luftojmë me realizim të interesave të shqiptarëve, do luftojmë me realizim të interesave të aktivistëve të politik të cilët duhet të marrin edhe atë satisfaksionin moral, se me gjithat po fillon ndryshimi tek shqiptarët, përfshi edhe aktivistan të cilët kanë qenë të lanë në neglizhencë dhe të shtypur vetëm për faktin që s'kanë qenë pjesë e subjekteve tjera politike.
E thatë që ja kemi marë BDI-s një ministri. Kështu e thatë. Keni negociu? Mund të ka dhënë. Mund të ka dhënë. Ne kemi po bisedime me kryeministrin aktual. Kjo është pyetja. A keni diskutu? Jo, në marrëveshje nuk ka pas negociata. Jo, nuk ka pas negociu me Aliametin, s'keni negociu me BDI-n. Atë punë ka bë mandatari. Jo. Atë punë ka bë mandatari. Do thotë ne, mandatari është mandatar nuk është. Kryeministri aktual, që jo, kryeministri aktual. Për them, do atë ka kry bisedime me partnerët e koalicionit, me ne ka ardhur me ofertë dhe kërkesat tona të përbashkëta është harmonizu çështja e ndarjes, duke theksuar që këtu duhet të lëshoj pej edhe LSDM-ja, duhet të lëshoj pej edhe BDI-ja, duhet të lëshojmë pej në aspekt drejtorive dhe ministrive apo zëvendës ministrave dhe kjo është bë marrëveshja vetëm mes subjektit tonë politik dhe kryetarit aktual. Kemi një qeveri jo Zaev 3. Mund mos tjetë Zaev 3, por ato dhe vendosë LSDM-ja, a dhe jape kandidatin. Jeni politikani dy që thoni mund të mos jetë Zaev 3. Po mund të mos jetë, Por thoni mund të mos jetë, po e thoni që ka gjasa dhe pse ka dhënë dorëheqje dhe pse s'është kryetari i partisë. Po mund të jetë. Edhe pse me letra është kryeministër, është në detyrë, jo, po është kryeministër. Shife, unë kam plot vrejtje ndaj punës në raport më shumë me rastet e montuara ndaj punës dhe veprimit të kryeministrit aktual. Mirë po, ndaj sakrificës ti që ka bërë për vendin, për shumë çështje ku realisht edhe ka dëmtuar edhe veten, edhe subjektin politik ku është, por megjithatë ka vëndu shtetin në parime në binare stabile, për drejt rrugtimit NATO, arriti që me ndryshimin e emrit të bëje Maqedonin pjesë të NATO-s dhe arriti që bashkë me gjithë ne, po me gjithat a i guximshme që e mori atë e bërjaj. Qëka po bën kryeministri Zaev, kur po e merë në takime, në negociata që shishim në pamje, me zotrin Gashi, në alternativen, e merë të zotrin Kovacevski. Qa ka bë a i me atë veprim? Ka qenë takimi, ka qenë 1+1. Edhe në këtë rasta, ka mund të merë si mandatar të arshëm, ka mund të merë si një antari kryesis së LSDM-s për bisedime, pasi që takimi ka qenë 1+1. Atë din aj më smiri, sepse e ka marë... Po e thëmë nga aspekti fotografisë e përgjithshme të një gore brenda partijake. Edhe atë për thëmë unë, ka mund të marë si mandatar të arshëm për të paraqit, për qenë rrjedha. A ka negociu në qëfar do formë me zotri Kovacevski, me zotrin Gashi? Bashkë kanë bisedu gjithë. A ka negociu? Veç mas jo. Po pësh, sikur a i vetë, në rolin e mandatarit, edhe pëse s'është... Jo, s'ka pasu dhe bisedim, jo. Për me thonë, jo, zotri Gashi, kjo s'bëhet. Apo gjithmonë fjalla ka shku të... Po e pësë për detaje, për mu e shumë interesant ato detaje. Edhe unë e shumë e qartë. Në bisedime kanë qenë bashkë. Edhe aty kanë negociuar si kryeministër aktual, që është kryeministri aktual, edhe bashkë me një antar të kryesis dhe përfaqësues të alternativës kryetari dhe sekretarin këtë rast do thotë. Edhe bisedimet janë zhvilluar konform marrëveshjes ku ka dhënë sigurisht mendim edhe bashkë udhëtarja apo bashkë biseduesi kryeministrit, në këtë rast Kovacevski, por mendim ka mund t'japin edhe te ne dy anshëm. Në fond marrëveshja ka qenë e përbashkët, edhe është firmos mes kryeministrit aktual dhe kryetarit alternativës. Okej, kuptoj. Rrugët e juaja me aleancën për shqiptarët, a mund bashkohen prap në kuptimin që a mund ta thoni publikisht që nuk është e përjashtuar mundësia, ose përjashtohet mundësia, absolute, që në zgjedhjet ardhshme parlamentare të keni koalicion të përbashkët me Aleancën për Shqiptarët. Unë e thash edhe në fillim, te Aleanca kemi pa një partner të mirë të koalicionit, që besoj që edhe raportet që e thash edhe me deputet, po edhe me përfaqësues të subjektit politik, kemi pas raporte mjaft mira dhe besoj që dyert e bashkëpunimit gjithmonë do mbeten të hapura, kuptohet duke parë interesin e përbashkët gjatë atyre bisedimeve. Nuk mbyllim dyert e bashkëpunimit me Aleancën për faktin që ne do jemi në zgjedhjet e ardhshme parlamentare subjekt politik në veti, i cili do zhvillojë bisedime me subjektet me cilët konsiderojnë që edhe bëhemi më të fuqishëm, por dhe do jetësojmë platformën tonë programore. Tani, në aspektin personal, raportet me zotin Selen? Jeni dëgju pas 6... Ditën e mocionit jemi pa dhe kemi biseduar, por me gjithat unë e kam lanë atë që nivel të kryetarëve të diskutohet ajo, që të sqarohet kush ka gënjeu. Në shumë e rëndësishme. Apo paralemrën që do të ketë, ta kem Gashi me Selen? Po, ndryshimet ndodhen kështu që ndodhen nuk bëhet. Ndryshimet kështu që ndodhen nuk bëhet, por unë thash nuk jam në politik me emocion.
edhe faktin që edhe përfaqësuesi i Aleancës, sekretari i përgjithshëm edhe atëherë kur ishim edhe mas u potencoi se çështja ka qenë tjetë LDP-ja dhe Levica pas ka qenë backup pas ka qenë, gjë që nuk ishte, që e konfirmoj se bisedim, po e tha mbram, edhe e konfirmoj që bisedimit kanë qenë që LDP-ja tjetë 61, atëherë më s'kam nevojë më tepër të merrem në aspektin medial kur sekretari demanton kryetarin e vetë politik, atëherë tjetra e mbet në nder dhe në moral se cilit veçmas. Interesant këtë qështë, sepse edhe mbrëmë dhe zëtë Taravari tha që me gjithat kini qenë partner korekt. Vërtet korekt, unë e diskutoj pa dyshim. Jo, shpaloset sa vrejtja me gjithat për ato që se u shtrajtu. Edhe me Arben Taravarin kemi pas një koreksi shumë të mirë dhe absolutisht gjithë shka kemi diskutuar në frimën e gjërave më të mira që mund ndodhin. Por me gjithat alternativa du të funksionoj si subjekt më veti, edhe të shofe fillimisht interesat e vetë dhe konsolidimin e strukturave politike. A do të kërkoni tani si pjesë e qeverisë, përgjithësi për tragedinë në Bullgari, për fatkeqësinë në Teto me spitalin multirar, për Laskarcën, aksidentin autobusit, për rastet e tjera të cilat kanë ndodhur, rasti Almirit, ju kujtohet Kumanova, ka rasti Alfa, kujtoni ka dhe rastet e tjera ku ka njerëz të cilat sistemi nuk i trajtoi, po përveç atyre që janë viktimat të sistemit ose të politikës që shfrytëzoi sistemin e drejtësisë. E para do i dallojmë fatkeqësitë për rastet të montuara politike. Pasi që të fatkeqësitë, gjitha institucionet relevante shtetërore kanë deklaruar që hetimi du të vazhdojë deri në fund dhe du të ketë përgjegjësi për ato të cilët janë pjesë marrë. Erdhën Gjerman për spital modular asnjë raport. Do presim, se kanë sjellë as ato raportin, do tash edhe ato e dinë mënyrën se si ka zot sjellja e raportit, është e qartë, po derisa nuk vije ai raport, ne do duhet presim të vinë raportet e hetuesisë nga gjitha lanë që janë përgjegjës, përndryshe rastet e montuara politike i theksuam si pjesë e bashkëpunimit marrëveshjes. Te fatkeqësitë do duhet dhe mos të ketë përgjegjësi, qoftë edhe përgjegjësi morale, nëse s'kemi ka faj sistemi këtu? Nëse dëshmohet gjatë hetuesisë që ka faj sistemi, do të japë llogari ai që është pjesë e këtij faji. Nëse bie që ministri i transportit dhe lidhe, besomni që po e marr rastin e Bullgarisë, se kisha këtu atë nota drejtorin e inspektoratit. 100 herë me kalu një autobus, Kufinin, dhe me shku në Stamboll dhe mu kthy. 100 herë. Pa pas licencë. A ka faj sistemi këtu? Ka faj gjithsesi, ama jo sistemi, ka faj që ato të cilët e kanë leju, Ministri i Transportit dhe Lidhjes është i lidhur apo cili institucion. Do shkarkohet, ne nuk mund të rëzohet, kërkojmë të rëzohet qeveria, sepse ka faj një ministra apo një i punësuar në kufi. Jo, mërë du të shkarkuar gjitha ato njerës cilët kanë lejuar një keq përdorim t'il, kanë lejuar kalimin e një veture, një autobusin këtë rast, pa dokumentacion të nevojshëm për kalim. Ministria punëve brendshme i jep këto të dhona që 130 herë ka kalu Kufinin. E qartë, du dhe mos këtë përgjithsi. I suspendojnë 2 veta. Vetëm për herën e fundit që kanë kaluat, të shkojnë me atë. është gabim. Që kanë ndodhë me 129 kalimet e tjera? Kur po e din shteti kush ka punu, kush u ka në orar, kush u ka në të vend pikë. Pikrish pajtojnë. Dihen ato së me libra. Pajtojnë, jo vetëm për këtë rast ku ndodhi tragedia me madhe e shqiptarët Maqedonisë. Thot, për dhe më përgjithsi do kisha thonë shqiptarëve në Balkan. Ishte një tragedit më të mëdhaja, më të dhimbshme, në të cilën nuk mund të përmbajsh emocionin gjatë çdo përmendje tyre. Edhe kështë një rast shumë i dhimbshëm, edhe potencuam që një autobus. Ne du të hetojmë sa autobus tjerë vazhdojnë të kalojnë pa dokumente po du të kërkojmë sa autobus tjerë vazhdojnë të kalojnë, me të cilën rrezikshmëria e qarkullimit tyre jashtë, o qoftë edhe brenda, vazhdojnë të ekzistojnë. Prandaj, ne do kërkojmë që në kuadër të organeve kompetente, qeverijat njësë hetime, edhe për nga ndaj Ministria për kace që i ka qenë juvet, edhe për këtë rast, por edhe për rastet tjera nëse ka dhe autobus tjerë, apo vetura tjera që modular, a ka fajnë sistemi? Nëse hetuesia dëshmon... Jo personalisht, e deni shumë mirë, si kur jo, si kur gjithë shikuesit, si gjithë opinioni, qa ka ndodhë?
e qartë. Probleme në rrymë, në instalimin e rrymës mrena, probleme me pajisjet të cilat nuk i Po, mban sistemi elektrik brenda. E tash, plotësisht. duke qenë lajek, duke mos e njoft hiç elektroenergjetikën. Plotësisht pajtohem, por megjithatë të presim të përfundojë procesi i HTS-së, edhe nëse shohim që ka tentim për të mbuluar faktet, do vazhdojmë të kërkojmë ne përsëri HTS-in ndërkombëtare. Po megjithatë këtu kemi edhe HTS-in nga Gjermania. E thamë ne, kemi ekip i cili do e vlerësim dhe sigurisht do jetë ndryshe. A kishte faj Du të ketë epilog... sistem të Laskarca? Sistem mund të ketë vetëm se epilogi gjyqësor nëse nuk përfundon deri në fund. Se për ndryshe u caktua përgjegjësi për atje. U morë përgjegjësi edhe është në sirtarët e gjyqësisë. Po të ketë epilog gjyqësor, i cili do ishte në kundërshtim me realitetin që ka ndodhur atje, gjithsesi do ngrihet zëri. Si do ta bëni bashkëpunimin, duke marrë parasysh që edhe juve sikur gjithë opinionit keni pikë pyetje dhe keni dëshirë për me zgjidh dhe me pas një të vërtetë rreth këtyre rasteve, si do bashkëpunojmë BDI-n? Tu do të ndihmoj edhe BDI-ja nëse ne ngrisim zërin për çështje të tilla ose do denoncojmë publikisht se nuk ka gatishmëri për ndihmë. Duam të jemi transparent në çdo kërkesë që bëjmë ne, edhe transparent duhet të jenë edhe partnerët e koalicionit që janë qeverisë aty për gjitha kërkesat. Po flasim për fate njerëzishme, nuk po flasim për çështjet korrupsionit apo afera korruptive, flasim për faktin që humbën jetë sa njerëz, edhe këtu do të duhet ndihmë dhe gatishmëri për të dhënë përgjegjësi edhe nga zyrtarët e BDI-s, që njëherë për gjithmonë të mbyllen rastet e dhimbshme, kështu tragjike mbi popullin tonë, ku shumicën absolute pepsojmë ne. Qoftë në Tetov, qoftë Laskarce, qoftë në Bullgari, edhe mjaft më me këto tragjedi që na bin mbi shpinën vetëm ne si shqiptar, edhe sikurse se vetëm ne shqiptarët nuk dim të organizojmë transport pavarësisht se kush apo sisteme modulare shëndetësore. Njëherë për gjithmonë do duhet bëhet kjo përgjegjësia, të mbyllen këto raste dhe të jepet qasje shumë reale që në të ardhmen të evitohen këto raste para se të ndodhin, jo të vajtojmë pasi që të ndodhin. Në çfarë forme shihni bashkëpunim me BDI-n, pra? Në nivel të qeveritar. Në kuadër qeverisë, qeveria mban takime të zyrtare me gjitha ministrat dhe përfaqësues që i ka, edhe aty ne do paraqesim gjithmonë projektet tona dhe do kërkojmë të përkrahen gjitha nga subjektet tjera. Çdo projekt që nuk do përkrahet, ne do publikisht do nxjerrim transparent që ky projekt nuk ka lojë, le ta vendosin qytetarët çka më tutje. Tani juve, a e besoni që me këtë qeveri mund ta shtyni mandatin deri në fund? Nëse fillojmë të sistemohen njerëzit në pozitat e duhura, me përgjegjësitë të duhura dhe gatishmëri për të sjellë ndryshime të duhura, unë besoj që mandati duhet shkojë deri në fund, sepse është qeveri juve thatë para se të vijë qeveria e re, drejtoritë do ndryshojnë. Pikërisht, po, saktë pse i ke thonë. Çka presni të bëhet më shumë nëse veç drejtoritë po i merrni para se të bëhet qeveria e re? Unë e thash nga fusha e planit më gjanë, do thotë, nuk e thash para apo mbas tash. Tash po them nëse arrin sistemon drejtoritë, pozitat duhura, njerëzit duhur, për interesat të duhura të qytetarëve, edhe po që se arrin që kjo gatishmëri të jetë edhe nga subjekte tjera politike që janë pjesë e qeverisë, besoj që kemi premisat sigurta që qeverisja të vazhdojë deri në fund 2024, deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në shumë editoriale në media në Maqedone, se shqiptare pak kom lexu, që e prekin çështjen energjetikës dhe trajtojnë MEPS-on ashtu siç e meriton MEPS-ja, e kam pa si një gjë që alternativa e ka arrit jashtëzakonisht shumë në këto negociata me qeveri. Por në opinion tek neve shqiptarët, në opinion është trajtuar është një drejtori me 80 milion buxhet, prandaj e ka marrë alternativa. Dhe ju na e shpjegoni për çfarë arsye morët MEPS-ën? Ne gjatë bisedimeve, do thotë kur bisedohet, janë opcion shumë drejtori, shumë përgjegjësi, shumë institucione të cilët ne konsiderojmë që duhet i kemi njerëz adekuat. A u dhan? Jo, ishte prej tavolinës bisedimeve në shumë drejtorive, ku ne si kryesi e ngushtë përfaqësues që shkuan bisedojnë, ishin me listë gjanë
të institucioneve ku ne konsiderojmë që mund t'i kryejmë me dinjitet, me njerëz të duhur dhe interes të duhur të qytetarëve. Edhe gjatë negociateve, gjithsesi, njëna bie nuk pranohet, tjetra pranohet dhe në fund kompromisi arrihet për një numër caktuar ku edhe MEPSO mbeti në anën tonë që ne duhet ta qeverisim si institucion. E morët për listës si e pat? Do të thotë prej disave që ishte dhe MEPSO ishte prej listës së kërkesave tona që tjetë pjesë ne që duhet ta qeverisim të ardhmen. E kishim listë edhe ne. Kënde keni juve në alternativë që e kupton botën elektroenergjetikës, e kupton botën e mafjas elektroenergjetike në rajon, për shembull, ta themi që është një temë shumë e përhapur në Bosnë, Shqipni, Kosovë, Maqedoni, Bullgari, Serbi, lidhjet me interkoneksione, miliardat, jo miliona, miliardat në rrjetin në autostrada elektroenergjetike. Për atë arsye nuk më ngutemi tek përzgjedhja e njerëzve, po do shkojmë gjitha strukturat politike, t'i japin kandidatët e mundshëm për postet ndryshme, me çka pastaj do përzgjedhim atë që do mund ta barte këtë përgjegjësi më së miri. Qoftë për ministër, zëvendës ministra, apo edhe për MEPSO-n që plotësisht pajtohem, është një magnat Iran i cili mund të peshojë shumë rand nëse nuk mund të menaxhojë si duhet, më shumë se plot ministri. Plot ministri. Seriozisht, më shumë se plot ministri, po megjithatë besojmë që do të gjendet njeriu i duhur për pozitën e duhur që këtë proces ta barte me dinjitet dhe të përfitojnë qytetarët, pasi që MEPSO ka të bëjë me është lidhur ngushtë me interesin e qytetarëve dhe me xhepin e tyre, me argjimet e rrymës e tjerë. Kështu që besojmë që do të gjendet njëri MEPSO nuk është regulator që cakton çmimin e rrymës. MEPSO është rrjeti distribucioni elektronik. Tani në këtë krizë energjetike, se me marë MEPSO. Do thotë mund të ndodhin dy gjëra. Kur megawatt ora është 5 fishin e asaj që ka qenë para 2 vite, nga 35 euro megawatt ora së është pagu, tash është 350. A kuptoni, është diferenca jashtëzakonshme. Do thotë me MEPSO-n do të jetë një prej institucioneve që ode përfitoje për krajën e madhe të qytetarëve me qeverisja apo me mbajtjet përgjegjësisë në dinjitoze. Sa pare ka për blerym. Ode jo e kam qartë, po ato do ishte transparente edhe them, o do përfitojmë për krajën e madhe të qytetarëve me punën e rëndësishme që do e çojmë deri në vend, o mund dështohet në atë frim, por unë besoj që do gjejmë njëri, dy opsione janë. Se këtu politikisht fiton edhe humb, nëse ekonomikisht e dëmton qytetarin nëse jo. Dhe këtë çështje janë të lidhura njëra me tjetrën. Po qytetarin në çdo formë dëmtohet sepse me paratë e tij, me paratë e taksa pagues bëhet buxheti. Ndër marrëveshjet që është bë, përfshi edhe për rrymën që viti 2022, mos ta tejkaloje 20% e çmimit aktual. Dhe kjo është marrëveshje që u arrit nivel bisedimeve në qeveri. Edhe ne parat në kuadrët MEPSO-s këtë dhe mbajmë. Kjo është megjithatë çështje lëvizjeve të çmimeve në tregun ndërkombëtar. S'ka të bëjë me gatishmërinë e qeverisë. Vetëm nëse qeveria subvencionon 20%. Ka mënyra se si subvencionon qeveria. Shumë e qartë. Ne në momentin kur bëjmë marrëveshje, ne do pagujmë rrymën për qytetarët. Në momentin kur bëjmë marrëveshje 20% mos tejkalohet, në rast se në instanca ndërkombëtare tejkalohet ai çmim, atëherë duhet qeveria ta subvencionojë nga buxheti i qeverisë që mos të bie në xhepin e qytetarëve të mbulohet kjo. Kjo është pjesë e marrëveshjes që kemi bënë ne për bashkëqeverisje. Kjo do të jetë një prej temave. Po, është një sfidë e rëndë. Është një sfidë e rëndë, pajtohem plotësisht. Kriza energjetike nuk e ka prek vetëm Maqedoninë, në komplet rajonin e Evropës. Është shumë e rëndë. Shkaku i të lashë me Rusinë dhe tani edhe me Bielorusinë, me shpresë, nuk do të ketë një luftë çysh po presin. Shpresojmë jo. Kur pritet të votohet qeveria e re, zoti Rexhepi, është 15 janari, ajo që e thoshte kryeministri. Ashtu është. Sipas gjitha, herë ishte u fliste që ndodhen në fund vjetorit, por megjithatë çështja e datës është shumë pritur apo çështja qeverisë? Çështja e datës që mund ndodhe që me 14 vjetor eventualisht nëse nuk merret, duhet ndodhe në janar, edhe pritet që spaku të merret data që qeveria e re të sistemohet dhe të vendoset sillet me një farë elani pozitiv të pro-europian. Pozitiv është edhe çështja zgjedhjes me Bullgarinë. Pro-europian, pikërisht pro-europian flasun edhe para them do momenti që do vijë tejkalohet çështja me Bullgarinë, atëherë elani i qeverisë së ardhshme do ishte shumë më stabil, edhe shumë më pozitiv dhe shumë në shërbim të interesave të shtetit dhe qytetarëve. Besa tani më ka mbet me 2 deputet. E shihni gjasën për të formuar një grup përbashkët parlamentar me ta?
Me kënd. Me lëvizje mbesa. Jo është- si ja, është në alternativë. Është në opozit. Po në pjë si grup parlamentar. Është opozit, Besa është në opozit tash. Do të nuk është pjesë e shumicës, si mund të bëjmë, si mund të Me zotin Kastriot Recepin? as në ndër. E pse? Janë nda rrugët moti, rrugët politike janë nda moti në prerjen në Besë që ndodhë që në Besë dhe kështu që asë që imagjinohet ajo të jemi pjesë e një grupit përbasht, e ka zgjedhur rrugën e vetë ashtu çfarë e ka zgjedhur. Shumë njerëz më kanë parashtru pyetje për mua për cilë, kush traton një herë, a traton gjithmonë zoti Rexhepi? Ashtu e kam thonë unë në ditën e votimit, kur më pyetën gazetarët kur je takuar, kur keni komunikuar herën e fundit me Kastriot Rexhepin, dhe unë e thash shumë realisht, thash para 4 viteve, në momentin kur jemi nda, ne ka qenë komunikimi i fundit, dhe sinqerisht, ndash quje dopsi politike, ndash diplomatike, unë nuk mund të përshëndes një njëri që ka të rathu një herë dhe di që herët avon do përsëritit ajo, për atë arsye se jam përshëndet asë një herë me përfaqësues të atyre me cilën jemi nda një herë. Shkaku i kësaj që keni thonë juve për zotin Rexhepi, jo në shumica e pyetjeve që kush kënde tratoj në çështjen e koalicionit mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës. Marrëveshja e shkruar në të rathoj gjithve. Po e kuptoni pyetjen, sepse gjithmonë niset nga ajo që keni thënë ju. Kush një herë traton, gjithmonë traton. Shumë e saktë. Dhe gjithmonë është pyetja që na rrim para hundëve, që do të atëre kush tratoj në këtë rast? Aleanca apo Alternativa? Asnjëna. Në këtë rast programi, marrëveshja e përbashkët që e mla hapësirë që të më përfundoje si e tillë, do thotë edhe të ndahen në rrugë. Është çështje e marrëveshjes. Po të kishim pas marrëveshje për afat pa caktuar, atëherë gjithsesi çdo kush që ndërpren këtë marrëveshje do ishte mundësi, do të kishte mundësi të quhet tradhtar. Ne kishim marrëveshjen deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe me faktin që ndodhin ndryshime me listat dhe ndodhin ndryshime që Alternativa sjellet si subjekt më veti që të jetë në shërbim të strukturave të saj dhe konsolidimit të tyre. Këto ju diskuton, po janë çështje të pyetjeve të publikut, a do shkojnë zgjedhje parlamentare kurdo që të jenë ato, vetë apo si parti, apo do bashkohen me një parti tjetër? E thamë, do thotë, po të ketë hapësirë bashkëpunimi, do jemi hapur të bashkëpunimi me subjektet politike me cilët do jenë në interes të qytetarëve, po edhe të Alternativës. Edhe një prej komenteve që pash para emisionit që ishte shumë interesant, ishte që po flasim të gjithë për marrjen e datës 14 dhjetor. Diskutuam për shqitazi, megjithatë edhe juve po pritni që në gamesi janari të vini një dërit jeshile nga Bashkimi Evropian, në këtë rast nga Bullgaria që të listoj punë. Por, për lezënje, flasim për marrjen e datës me 14 dhjetore, qeveria do të nisë rikonstruimin pas gjysmës së janarit, atëre çfarë roli luan Aleanca, Alternativa, me të s'ka datë të sigurt për negociata? Një prej pikave programore ishte rrugtimi jonë politik drejt BE-s. Po ka edhe plot pika tjera, cilët duhet jetësuar dhe të vazhdojmë kjo pikë të qëndroje, pasi që kjo qeveri, me gjitha të metat që ka pas... Atër ju po të një që edhe nëse nuk merë data kjo qeveri, du të me vazhdu? Ne jemi futur në bashkëpunim qeveritar për të funksionuar deri në fund të mandatit zgjedhor. Do thotë, sfida që do paraqiten, qoftë në kuadër të BE-s, qoftë çështjeve tjera, do i luftojmë të te i kalojmë nga pozicioni të qenurit pjesë e qeverisë. Edhe besoj që do i arrijmë, dhe unë pres jam optimist, sa përket datës së bisedimeve, por megjithatë, qoftë hipotetikisht edhe nëse nuk ndodh, ne do vazhdojmë të luftojmë për interesat tjera të programorit që i kemi parapa me marrëveshjen bashkë me qeverinë. Edhe serioziteti i funksionimit politik nuk është që të fillojmë që për ta përmbyllur pas 2 jave, një që ishte edhe sikur më herët që çka nëse bëhen numrat, çka bëhen numrat, Alternativës pjesë e shumicës, Kuvendi Qendror i Alternativës ka vendosur që për interesa edhe shtetërore, edhe popullore, edhe kombëtare, por edhe interesat e Alternativës, duhet jemi pjesë e shumicës, edhe këtë vendim i Alternativës vazhdon derisa këto parimet vlejnë deri në qeverisje apo deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Opozitën çysh po e leni? Si opozit. Kjo po se po. Aty ka vendin opozita. Do thot, me respekt gjithmonë ndaj tyre. Ama aty ka vendin opozita kjo. E po opozita është opozita. Ne derisa ishim opozitë edhe ne ishim pjesë e opozitës. Ashtu edhe do mbetet opozita në momentin derisa mendon që duhet ndrohe kahje.
Kupton, derisa Çka i është bie kjo opozitë. drejt kahje? Po nëse opozita do njëherë shpreh ambicie për qenë pjesë e shumicës, atë nuk është më opozitë, do bëhet pjesë e shumicës. Do të në kuvend ka dy grupe, dy grupacione deputetësh. Këto që po thënë juve kanë thënë shumë moti për alternativën, qysh para zgjedhjeve lokale. Po kanë thënë që do shëtisen deputet, do kalojnë deputet për alternativës, po janë përmen emrat mundshëm, po kanë dalë fotot të deputetve këtu te Klik Plusi që shka qenë, s'ka ndodhur asnjëherë. Do të kompaktësia alternativës me gjitha çka mund t'i kemi në debatet brenda subjektit politik, kompaktësia gjithmonë ka qenë ky. Asnjëherë s'ka qenë në pyetje asnjë deputet i alternativës. Do të për atë arsye do janë përmend që në 15 muaj plot përmend. Po vetëm ju dole ti pari, mos harroni. Po dola. Ju dole ti pari, shka ku i Levicës, ama dole ti pari. Po dola, unë dole, atërisht e digniteti personal, më edhe familjar, më e vlefshëm se digniteti politik. Nipi ballistët me Levicën. E të lutem, nipi ballistave nuk shkon me Levicë. Kjo është shumë e qartë, edhe kam frikë që edhe eshtrat e gjyshit tim do ishin kthyer mbrapsht, po unë të kisha lejuar që të jetë nënshkrimi i të sëmajtës në atë listë. Ama lejuar të lejuar ka qenë në listë. Po kam qenë në përpara. Vetë që surdhur qeveria. Unë e ti sot e bëjmë këtë bisedë. Çka ndodh nesër, ne nuk më mbajmë llogari, ne mbajmë llogari çka bëm deri tash. Më fanim politikë lista kur ka ardhur, politikë është ashtu. Në kur ka ardhur lista tek ne, ka ardhur lista me 4. Publikisht po flisni që nesër më nuk vlen ajo që kum thon dja. Jo, e kishte atë konotacion, mund ndodhin gjëra që suni parashofim në nesër, në këtë konotacion e kam. Se ka qenë pa parashikuar. E pa parashikuar në bisedime mes 12 deputetëve, na kanë ardhur listat neve me 44 deputet nënshkruar të VMRO-s. Kështu e kemi pas. E qartë. Në gjitha 4 kanë qenë 24 deputet gjithë të VMRO-s. Asnjë s'ka pas subjektive tjera politike. Unë kam kërkuar, kam qenë më i zëshëm. Kam kërkuar. Jo veç po kujtoj që në 4 lista keni vënë në shkrim, jo vetëm në një. E qartë, ta kam thënë këtu. Edhe misionin e fundit ta kam thënë. Absolutisht. Edhe unë kam qenë më i zëshëm që hajde le të nënshkruaj një herë LDP-ja dhe BESA, që pastaj të nënshkruajmë ne. Bile në fund kam thonë në 61-të të nënshkruaj. Kështu ka qenë, por nuk ndodhi, edhe momenti që unë e dhash nënshkrimin isha i fundit, unë isha i 56-ti, edhe rastësisht apo jo, e majta nënshkruar me njëherë pas meje. E kjo ishte shkelje mbes. Kjo ishte për mua mashtrim, edhe për ato ndola me njerë ta të reqin nënshkrimin. Me çmim që edhe ta braktisi edhe postin e deputetit, edhe subjektin politik, thjesht do shkoja në shtëpi të jem i dinjitetshëm me familjen time, me miqtë e mi, po gjithsesi edhe me eshtrat e gjyshit tim dhe gjitha të kushërinjtë e tij që kanë bë betejë sa në nivel të ballit kombëtar, që tash unë me një armik të përbetuar shqiptar edhe të Kosovës ta vazhdoj në rrugën e tillë, nuk do kisha vazhduar në postimin tuaj të 2 nëntorit. Hapi parë për gjetjen e zgjidhjes së ndonjë gabimi është pranimi i gabimit. Sakt. Pas gjithçka që do të rrjedhë me sukses, pastaj gjithçka do të rrjedhë me suksesin e duhur, në të kundërtën, rënia e lirë drejt humnerës nuk ka të ndalur. Shumë sakt. Këto ja keni atribu kojt, zoti Rexhepi. E para vetës, po si keni thënë o Zeid. Ama është kjo është thanje që nuk e kam thënë unë, po kam marrë nga tjerë, jo, e qartë, e kam postuar unë. Po nuk është thanje autoriale imja, që është thanje shumë e mirë që më ka pëlqyer dhe kam postuar aty. Edhe kjo është vetës, ndaj subjektit politik dhe ndaj koalicionit, për ndaj çdo kujt tjetër që mund të ketë gabim, që keni pranuar që keni gabim. Ka mund të ketë plot gabime, po se kemi mbajt raportin përfundimtar në këtë krizë tash, nga zgjedhjet e dyta zgjedhore deri tash. Po e qartë, ka plot çështje në cilën jemi të bindur që po mos kish pas gabim nuk i kishim humbur zgjedhjet. Me 35%. Do të thëmë, po mos kishim pas gabime, sigurisht ka pas gabime që kemi humbur zgjedhjet, se nuk mund të themi ne fituam zgjedhjet si koalicion. I humbëm zgjedhjet. Ishte reale, 35% elektoratit u zhbon, u zhdukën. Edhe në frymën e kësaj, e para gjë që duhet të bëhet, edhe si subjekte politike, edhe si koalicion bashkarisht, ti detektojmë gabimet, jo vetëm për ne tash, ne u ndam, ti detektojmë gabimet që të lëmë një dokument shkruar për tjerë që vinë të ardhmen. Mos bëni hapa të ngushme. Vërtet besoni që do të bëhet një dokument? Jo, tash nuk besoj, jam pesimist. Realisht unë jam pesimist, pasi që gjërat vetë se kanë marrë kahje tjetër. Zotrio, shumë i nderuar Skënder Rexhepi Zeidi, u adi shumë për nder, zotri deputet, urime që u përfshit në qeveri sa harrova, kërkoj ndjes, po e kesha ma shumë nga ajo se që do flasim, se për të gjithsesi, faleminderit gjithmonë është nder, të jem bashkëbisedues me ju,
pasi që besoj që edhe pyetjet e juaja janë atraktive për qytetarët, janë të pritshme për qytetarët, uroj që edhe me përgjigjet Për kemi deri qenë sa sa do ka aktivistët afër nuk me ka to. zënë për të madhe me gazetarëve kur i pyetjen. Po, ato tash, drejta, po. gjithmonë edhe gazetarët, por edhe bashkëbisedues të gazetarëve shahen nga tjerët në komente, nga oponent tjerë, kështu që jemi mësuar në atë frym edhe gjithsesi jemi në shërbim të atyre të cilët i kemi para pas interesat përbashkët dhe interesa edhe lokal në kuadrët subjektit politik edhe ju kuadrët mediumit, që në të ardhmen pastaj shifët që kush ka pas drejt ose jo. Pasi që na duhet të jemi vizionar politik. Prandaj ishim bashkë këtu për dëgjua dhe pjesën e ju të rrëfimit, pasi që ishte ndrëmë edhe zotri Taravarit, të ndruar zonja e zotri, mbyllim klus në këtë pjesë, shihemi prapë javën e ardhshme të shohim se çfarë zhvillime të reja do të kemi, nëse do të kemi eventualisht një datë apo jo, apo ka gjasa më shumë apo më pak. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe faleminderit për vëmendje. Faleminderit shumë, respekt.